mbrëm në orën 11 natës e kam arritur, kam qenë te një lokal i fshatit dhe rreth orës 11 kam arritur në shtëpi. Në shtëpi, po kur isha te lokali faktikisht ka ardhur një mesazh kërcënues për një like në Facebook. Edhe nga ai ka qenë nga një bashkëshatar im, që ai sot është komandant grupi, diçka e tillë këtu në Fier me forcat e Renea, nuk e di. Like-in ju kujt e keni bërë? Motrës së tij në Facebook. Dhe në orën 11 që kam arritur në shtëpi, janë fikur dritat vetëm të shtëpisë time dhe unë jam thirrur në emër për të dalë jashtë. Tani të kuptojmë diçka, porta e madhe që kemi neve në fshat me portën kryesore të shtëpisë ka një distancë diku te 50-60 metra. Ai më ka thirrur te porta e shtëpisë, jo te porta poshtë. Dhe unë dola se për momentin nuk e prisja, u mendova se ish vllai. Dal jashtë. Çfarë thoshte mesazhi? Mesazhi thoshte që nuk e di me ka e pleksu. Dhe unë dal në derë, aty më qellojnë direkt, pa një pa dy, edhe më përsërit ato të mesazhet. Një person? E ishin njëjti person. Vetëm një? Jo, ishin të paktën 3 persona. Ishte, edhe pse ishte errësirë, po nga kapjet, nga të tjerët jo, vetëm këtia, edhe këte vetëm nga zeri. Ata më kanë qelluar pa mëshirë duket ajo, faktikisht, edhe nuk është me grush, se këto janë qarje o levo, nuk e di. Edhe më kanë rrëzuar për tokë pa ndjenjë. Tani, për qoftë edhe qoftë se unë jam gabim, se ka dhe falje, e qoftë për një like në, apo edhe një, si thonë, një koment, ka dhe falje. Po që të arri në një fazë të tillë të më bëjë mua për spital, plus babajin tim. Babai juaj doli me njerëz apo dëgjoi? Doli se dëgjoi zhurma. Mirë më gjeti mua të shtrirë atje në tokë, ishi ato sipër mje të më mbronte mua, i qollojnë edhe babajin, e kanë qarë në kokë duket, dhe aty mund të shikoni. Si ka mundësi një person i tillë, vetëm se është komandant grupi, ka ardhur me shokët, kur ne fare mirë mund të ishim ulur diku dhe të kishim pi një kafe, ta kishim sqaruar. Ju njiheni më parë? Po, jemi nga njëjtë. Jo, asnjëherë. Bile unë kam punuar në shtëpitë atyre. Kemi pasur marrëdhënie të mira. Unë nuk e kuptoj. Për mua është një surprizë që ky person ka arritur në këtë gradë.